Vendimi për rritje të çmimit të energjisë elektrike prej 16.1% pritet të ndikojë në një valë të re të rritjeve të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Pak orë pas vendimit është përfolur për një rritje të çmimit të bukës, duke përmendur edhe shifra prej 20 cent më shumë. Por kryetari i shoqatës së mullezëve, Bashkim Zejnullahu, edhe pse pranon se rritja e tarifave do të kenë ndikim në rritje të çmimit të miellit, ai thotë se rritja nuk mund të jetë më e madhe se 1.5%. Nëse flasim për 16.1% në cila është tarifa e ZRS për ngritje të energjisë elektrike, në përqindje të miellit për shembull, i bie të jetë dikon për 1.5% ngritje të çmimit të miellit. Nëse e mormi te buka nuk e di se si reflekton, do të thotë nuk mund të bëj kalkulime të sakta, mirë po e gjitha reflekton në një zinxhir, do të thotë të një hyp 1.5%, edhe ata kanë 1.5% shtesë, mund ngritë dikun për 3 deri në 5%. Se rritja e çmimeve të energjisë pritet të reflektojë në produktin final, e thotë edhe Visar Vokri, hulumtues në Institutin Rinvest, por ai pret nga tregtarët që të mos abuzojnë me çmimet. Natyrisht, si çdo lloj inputi tjetër energjia elektrike, po besoj që rritja e çmimit të energjisë elektrike, si çdo lloj input tjetër, do të reflektohet në mënyrë ose tjetër në çmimet e outputit, pra në çmimet e produkteve finale. Dhe natyrisht tek sektorët cilët janë më intensiv në pikpamje të konsumit të energjisë elektrike, ky reflektim besoj që do të jetë pak më i madh. Natyrisht që unë pres që mos të ketë ndoshta abuzime, kushtimisht them, që të përdoret si arsyetim ngritja e çmimit të energjisë elektrike për të ngritur çmimet e produkteve dhe shërbimeve që ofrohen sot në Kosovë. Bazuar në një studim të Bankës Botërore, nëse në shtetet e zhvilluara rritet çmimi i energjisë elektrike për 10%, atëherë efekti është 1.5% në përgjithësi. Sipas ekonomistëve, bazuar në këtë, çmimet nuk mund të rriten më shumë se 2 deri në 4%. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave tregojnë se çmimet e konsumit kanë shënuar një rritje në muajin mars, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Rritja është për 2.9%. ZRE-ja të mërkurën ka miratuar tarifat e reja të energjisë, të cilat do të hyjnë në fuqi nga 1 maje. Kundër këtij vendimi pritet të ketë sërish protesta të qytetarëve të organizuar nga nisma as 1 cent më shumë. Opozita ka paralajmëruar se me të formuar institucionet do të iniciojnë shkarkimin e bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë.